Punimet në pjesën e bulevardit Blagoja Toska te kazerma në Tetove ende nuk kanë përfunduar. Afatet disa herë janë shkelur ndërsa faji është hedhur kompanisë ndërtimit. Nga komuna thonë se kompenzimi financiar ende nuk është bërë, por pritet që deri në korrik të përfundojnë tërësisht hapja e bulevardit. Ashtu si që dini, do me thonë, para disa muajsh, ne vetëm se kemi realizuar 2/3 e bulevardit, ka ngelur vetëm 1/3 e bulevardit për të depërtuar tek pjesa e Drenovesit. Momentalisht, do me thonë, me palët jemi marrë vesh, kemi rënë dakord që të bëhet hapja e bulevardit. Besoj që nga java e ardhshme, Inspektorati Komunal do t'i menjanoj disa objekte të cilët pengojnë për hapjen e bulevardit. Këtë javë kemi drejtuar banorëve që ata vetë t'i largojnë atë mesazh çka mundën. Në të kundërtën, javën e ardhshme do të asistoj edhe Inspektorati. Momentalisht, do me thonë, vetëm jemi dakorduar, ende nuk është bërë kompenzim financiar. Besoj se deri nga muaji qershor korrik do jetë edhe hapja e tërësishme e bulevardit Blagoja Toska. Qytetarët thonë se punimet kanë mbetur në gjysmë prej vitesh dhe shprehen skeptik për përfundimin e tyre. 3-4 veta, ma shumë, ku e disa, një që e pronë që të e lartë. Vëllë se mamen. Kur a bon rreth e gje, do këtë që ka konë, atë uta krijetare, a qetri nuk e di që i ka konë. Pjatë herë, s'besoj, s'ma merë menje. Po nisë do shtu dhe velosh. Moshe që sot vëri. Kuga e vakon? Ova, po ima 10 godini sigur. 10 godini minimum ima. Ima edhe ndole vamo pod kasarnata, do bola napre një ostenj. E se koga që bide sigurën e ka ne. Ne. Teško možete da vidi. Bi trebalo da se otvori, ama ne znam. Ovdje ima uše nekoliko kući, da se reši sigurno nešto treba, ama zavisi od kako je sredeno opštinata. Ndryshe, ky bulevard ka nisur të ndërtohej që në kohën kur Sadi Bexheti ka qenë kryetar. Punimet vazhduan edhe në kohën e Teuta Arifit, por tani kur Bilal Kasami është kryetar, thuhet se kjo pjesë do të përfundojë në korrik të këtij viti.